Të nderuar miq, do të flasim për alarmin e lëshuar nga ambasada amerikane brëmjen e djeshme që njoftonte pra qytetarët shqiptar dhe institucionet për rrezikun që i kanoset Shqipërisë nga një sulm i mundshëm iranian. Vendoste edhe piketat e mundshme për objekte strategjike pranë ku mund të ishte fokusi, sigurisht vëmendja kryesore është Manës, por jo vetëm, por të aeroporte e të tjera. Ndërkohë që nga institucionet shqiptare, dy ministrat, Ferit Hoxha dhe Ermal Nufi, pra i jashtmi dhe i mbrojtjes, para ditën e sotme në nisje të seancës plenare, e mohuan që të kishte një rrezik konkret. Kryeministria tha që është më tepër një hamendësim, duke e lidhur edhe me njoftimet që bën shpesh ambasada para protestave të Partisë Demokratike. Opozita kërkoi mbledhjen e Këshillit Kombëtar, gjë që duket sikur presidenti nuk e ka ndërmend, vetëm ai s'ka folur deri tani. Por për diskutuar nëse ka një rrezik konkret apo jo, kemi të ftuar një njohës mjaft të mirë të çështjeve të sigurisë, të ushtrisë, zotin Bernard Zotaj. Përshëndetje dhe faleminderit shumë. Përshëndetje. Profesor, faleminderit që pranuat flasim për një çështje mjaft sensitive. Ne menduam se e kaluam rrezikun, duke qenë se ajo vala e parë, jo do vinë raketat, jo s'do vinë, dhe më tepër u fokusuam te rritja e çmimeve. Këtë menduam se ishte raketa më e madhe që mund ta godiste dhe që na goditi, rritja e naftës, karburanti, por edhe çmimet e tjera derivatet, ndërkohë që tashmë vjen ky rrezik nga ambasada. Duhet besojmë ambasadën në këtë rast, apo duhet besojmë institucionet shqiptare që thonë që nuk ka rrezik, edhe ambasada më tepër u drejtohet shtetatëve të saj? Problemi shtrohet këtu se ne jemi në luftë. Përsa që e kemi përkrahur këtë luftë, që kur nisi gjithë ditë e para, Shqipëria është në luftë në luftë me Iranin edhe me tërë vendet që kanë hyrë në këtë konflikt të madh. Kështu që në këtë konflikt do t'i presim gjitha. Në këtë konflikt do t'i presim të tëra. Tani problemi shtrohet këtu që tani na ka ardhur një njoftim nga ambasada amerikane, do të thënë që e kemi partnerin kryesor. Po mund të futeni edhe pak në mes, sepse ju spostua ekrani. Po. Ne Shtetet e Bashkuara i kemi partnerin kryesor dhe pavarësisht se ambasada amerikane këtu në Tiranë bën njoftimin për shtetasit e saj, ajo të rreq vëmendjen dhe për qeverinë dhe shtetin ton. Kështu që në këtë drejtim ajo i përcakton dhe objektet kryesore ku mund të godasin grupe terroriste ose ku mund të vinë raketat që varet ku i lëshojnë dhe ku i kanë të instaluar ata tani për tani. Ne është e vërtetë që kemi pranuar që në vitin 2012-2013 një opozitën e iraniane që është vendosur në pjesën qendrore të Shqipërisë, ka rëndësi se ku është, ata e dinë dhe ne kemi ndërprer marrëdhëniet me Iranin, kështu që duke i ndërprer këto marrëdhënie ne jemi në luftë me ta. Kështu që ne i presim këto goditje, kurse ambasada amerikane tha një sinjal shumë të dobishëm e shumë të nevojshëm që duhet keni nga grumbullimet, nga lokalet, nga pikat më nevralgjike, më strategjike që ka vendi, duhet bëjnë shumë kujdes. Në këtë drejtim duhet që dhe ministra, dhe qeveria, dhe Këshilli i Sigurimit duhet të mblidhet urgjentisht dhe të njoftojnë të marrin masa urgjente, se sot fjala vjen në Tiranë, të tëra kafeneti ishin mbushur plot, sheshi Skënderbej ishte plot, tëra ministrit ishin plot, pa një reagim. Vërtet që ne jemi të siguruar, duket në aparencën e jashtme, që ne na mbron NATO, na bën, po dhe NATO ka problemet e saj. Kështu që ne do të shikojmë si shtet çfarë duhet, qeveria çfarë duhet marrim ne në konkretisht në këtë. Të bëjmë thirrje popullatës, që popullata të jetë e kujdesshme në këtë drejtim, se rrezikun e kemi mbi kokë. Po tani prap do i them asaj në fillim që qeveria thotë që nuk kemi rrezik, ndërkohë që ambasada thotë kemi. Ne ku duhet i besojmë, sepse a kanë përpara se sa të bëjë një njoftim publik nga një ambasadë, ta janë dhe partner tani, ne jemi partner me Shtetet e Bashkuara. Besoj që kanalet zyrtare të komunikimit i ka vajtur sinjali edhe qeverisë, edhe institucioneve të tjera të sigurisë, agjencive lizbatuese, për një rrezik të mundshëm, se besoj që ambasada e hodhi njoftimin në mënyrë të barabartë, si për një qytetar të thjeshtë, si për qeverinë, për rrezikun që kanoset. Pra pse qeveria e mohon? Nuk ka diçka konkrete dhe është e tepër nga ambasada? Ambasada është serioze dhe sa herë që ka hedhur njoftim ambasade e Shtetit Bashkuar të Amerikës këtu në Tiranë, asaj kanë dalë. Qeveria duhet të jetë më serioze në këtë drejtim. Qeveria nuk do të thotë që s'kemi kërcënim, se ne jemi në luftë.
për sa që ti ne ke shpallur, për sa që ti ne ke prish marrëdhëniet, për sa që ti ke shpallur organizat terroriste, në këto ata detyrimisht që ti je në luftë në këtë problem. Kështu që qeveria duhet marrë masat e saj që të jetë garantuar për këtë kur thot, ose më mirë duke studiuar gjendjen të jap njoftime që në këto masa ke marrë këtë përgjegjësi për vete. Kështu që në këtë drejtim nuk është serioze që shteti aleat kryesor të thotë të jep një deklaratë dhe ti nga ana tjetër këtë deklaratë e përgënjeshtron. Ajo vërtet e jep për qytetarët e saj, po qytetarët e saj jetojnë këtu në Shqipëri, këtu sidomos Tirana është objekti kryesor, Rinasi, vendet portet që janë kryesore, mjafton ata ta hedh në një moment një grup terrorist ose një individ i vetëm të dalë të bëjë atë, ajo detyrimisht që populli duhet të jetë i përgatitur në këtë drejtim. Dhe në këtë drejtim qeveria duhet marrë masa që nga Ministria e Mbrojtjes, që nga Emergjencat Civile, që nga Ministria e Brendshme që ai ka, që nga Shishi që janë organe kompetente që të ketë dhe kur ta thotë këtë ti je shumë e sigurt se nëse nesër ndodh një fenomen i tillë, atëherë qeveria ku ishte në këtë problem dhe si mund ta garantoj këtë popull na ky rrezik që po i kanoset. Po, një ditë pas asaj që pas njoftimit të ambasadës, pra dje sot pa kaluar disa orë, as një ditë jo, ambasada bëri një tjetër postim, edhe tha që e ngarkuara me punë ka qenë në Rinas, aty ku Shtetet e Bashkuara me kontributin e tyre kanë dhuruar ca pajisje për forcimin e sigurisë, edhe e ngarkuara me punë, ishte e pranishme në momentin që po vendoseshin në proces. Pra për të forcuar sigurinë në Rinas, pra kaloi tek hapi 2, një nga pikat nevralgjike. Ndërkohë që nga institucionet deri tani shqiptare ne s'kemi gjë tjetër. Pra, ata janë ambasada amerikane e serioz në këto dhe masat ajo i merr dhe për shtetarët e saj, por në kohësisht i merr dhe për neve se do jemi një shtet aleat që kemi deklaruar, ne kemi deklaruar dhe kemi mbështetur. Do të thënë në lidhje me tërë anëtarët e NATO-s që kanë në Europë, ne kemi qenë pro Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Izraelit që në goditjen e parë që bëm. Kështu që ata masat e tyre ndoshta ambasadën e kanë të siguruar dhe qytetarët i kanë të kontrolluar, por problemi shtrohet për qytetarët e Republikës së Shqipërisë, që ai kemi të kontrolluar shteti shqiptari ka kontrolluar thirrjet. Nuk bëhet një thirrje në televizor, nuk do të themi që çdo gjë na e siguron NATO. Ne duhet ta sigurojmë vetë ratë të parë. Veten tonë e mbrojmë vetë, pastaj NATO është një aleat që do veprojë mbron ato që janë përcaktuara. Por jo në çdo gjë të themi NATO dhe qeveria mos mbajë asnjë përgjegjësi. Atë për çfarë mbajnë përgjegjësi? Nafta po rriten, ushqimet po rriten. Lëvizja është bërë e vështirë në Shqipërinë tëra këto, për çfarë mbajnë përgjegjësi kjo qeveri? Kur në këtë drejtim nuk manë për asnjë gjë. E kemi të garantuar, si e ke të garantuar hapësirën ajrore, si e ke të garantuar lëvizjen e qytetarëve. Erdhi një predh këtu në Tiranë, ku do vjen? Lokalet plot po të them. Sot dola deri në shetin Skënderbej, lokalet plot. Do të qytetarët ecin normalitet, pa informuar se ka edhe shumë që nuk e dëgjojnë as televizor as radio. Edhe ecin ato le që i kanë shkputur kontaktin me këto mjetet e informimit publik se mbledhej 1-2 PSD. Këto dy udhëheqësit kryesor, po populli thjesht ku është? Kështu që në këtë drejtim qeveria duhet të ulet këmbë kryq dhe ato takimet që bëjnë tani që kanë nisur për fushat e çfarë kanë nisur, duhet të shikojnë hallet e popullit, jo flasin vetë dhe ikin. Po dëgjoj popullin ku është, ku e do ta lësh, ku erdhi raketa, ku do futem unë? Ja tani flas nga shtëpia, erdhi raketa, ku do futem? Ku do vete? S'ka njoftim. Edhe që kam qenë dhe ushtarak e tëra këto të pakën, si ushtarak ne duhet të informoheshin, të ketë atë habesin, ushtria të njoftoj, hapa slajtin e Ministrisë së Mbrojtjes, nuk ka në kushte normale. Si në kushte normale kur vendja aleat kryesor strategjik mund të thirrë qytetarëve të saj. Keni kujdes nga këto. Dhe një element mund të jetë i vetëm ai, po mjafton të bëj terror, ta panik te populli. I vetmi që s'ka reaguar deri tani është presidenti. Presidenti nuk ka reaguar, po dhe të tjera nuk janë në reagime zyrtare dhe reagime çfarë do bëjmë. Presidenti do ta mbledh këshillin, ai këshill konsultativ se në fakt çdo gjë ka qeveria. Po ta mbledh jap një njoftim vëlla, jemi para kësaj gjendje. Ne sikur jemi në kushte normale, jemi në luftë, duhet ta kuptojmë për sa që kemi përkrahur Amerikën dhe Izraelin që janë në luftë me atë, ne jemi në luftë. Në çdo sekondë jemi luftë, pavarësisht se jemi në paqe që vazhdojmë jetën e përditshme. Ama lufta tjetër është që ai luftë po zgjat dhe nuk dihen objektivat e saj kur do përfundojë, se të tillë nis pa objektiva të qarta që nga presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës e nga Izraeli. Jo sot, jo nesër, jo po 2 javë, jo 3 javë, nuk bëhet lufta me 2 javë me 3 javë. Lufta nëse do fillojë, duhet fillojë me tëra armatimin dhe me tërë forcat që përgatitet një luftë. Duhet fillojë që nga komercoria, që nga aviacioni, që nga marina. Kto janë 3 llojet kryesore të armëve. Pastaj po nuk shkeli këmbësor në një vend, nuk është e përfunduar lufta. Nuk bëhet lufta vetëm nga ajri. Sot, edhe raketa hodha e paralizova e bëra. Kurse në anën tjetër ai tregon shteti fuqishëm që sot prap me Izraelin e me tëra këto po hedh raketa, njëra pas tjetër. Kush vritet? Populli i papajshëm.
Prandaj në këtë drejtim qeveria sidomos ajo është kryesorja, dy ministrit kryesore sidomos e luftës dhe e rendit duhet të marrin masa për popullatën. Po masat shkojnë vetëm tek njoftimi apo edhe më shumë? Çfarë si mund të merret? Edhe më shumë, një njoftime nuk ka. Një njoftim nuk ka njoftim për popullatën, të ketë televizorin e saj të njoftoj ato. E para, e dyta të merrin masa, pastrimin e bunkerëve, rregullimi, vajti lufta, vajti 2 muaj, po vete 2 muaj gati, 2 muaj, po vete lufta, nuk ka një mas. Ku do vej ky popull? Ku do boj? Nuk e treta, nuk ka njoftime. Njoftimet bëjnë vetë për grumullime, fjala vjen ai kur kanë partitë që kanë në mitinge në gjë dhe s'ka grumullime, s'ka sqarim te populli. Duke mos pas sqarim si do jetë ky popull. Ku jemi ne këtu? Çdo gjë populli do të informohet, por të mira po të di me detaje, pse se është popull i ndjeshëm dhe nuk do që populli në këtë drejtim të jetë indiferent. Populli jonë shumë i ndjeshëm në çdo gjë. Edhe po lufton e po punon, fjala vjen me tërë vështirësi që ja për të mbijetuar, se është mbijetesë kjo që po bëjmë sot. Kjo është mbijetesë. Nëse shton ata partitë jo kështu ato të dy televizorë që janë PSD kanë hallin e tyre, nuk po thot ku është populli. Ju thatë pastroni bunkerët, po ndoshta po për sa i përket sigurisë nuk e di si jemi edhe me ushqimet. Po me ushqimet është një problem tjetër që këtu nuk në çdo vend të botës që popullata njoftohet, ka rrugë, kanale zyrtare që njoftohen, mirë masa për një javë, për 3 ditë, për 4 ditë, nuk e dim. Ne ecim hajde se e quajmë sikur jemi në kohën akoma në socializëm, nuk jemi në socializëm. Tani jemi në kapitalizëm dhe në kapitalizëm të egër bile. Në kapitalizëm që bëhet luftë dhe populli jonë shumë vital që jeton dhe reziston. Shikoni televizorët si janë mbushur me ankesa, me gjëra, me probleme nga më të ndryshmet. Këta vazhdojnë punën e tyre, dy partitë kryesore kanë mendje kush do zgjidhet, kush nuk do zgjidhet dhe nuk zbresin poshtë populli. Po kjo është një gjë jo e mirë. Nuk është e mirë, nuk është e përgatitur kjo. Kështu që për masa duhet marr pastrimi bunkerëve po, sinjalizimet po, gjendja e popullsisë, ata nuk e di një database nuk kemi se sa jemi në Tiranë dhe ku jemi. Vajti 12 vjet që flitet për një database të Tiranës se s'po bëhet. Adresat janë jo të sakta, rrugët janë jo të vendosura, hiqje vurr, se i heqin sipas duhet këto, të tëra këto jemi në gjendje emergjence. Jemi që me të vërtet duhet shkunden mirë me 2 ministrit kryesore që janë, sidomos Ministria e Mbrojtjes dhe Ministria e Rendit. Patjetër që duhet shkunden në këtë drejtim. Ti njoftojnë ti bëjnë njerëzit. Nuk ka në për lagje, fjala vjen në për rajone, në për këto që ka bunker, nuk shikohet asnjë mas për të pastruar. Mirë për mbrojtje kundërorë që nuk kemi, se e kemi të siguruar, thotë dhe kryeministri, e kemi jo nga NATO, jo nga Italia, jo nga Greqia, mirë, dakord, ka që janë kapacitetet tona dhe këtë ne ndjejmë, kuptojmë, por ama të marrim masa për njerëzit, të dim njerëzit ku janë, të dim të lëvizim, të dim të grumullojmë, të dim ku të orientojmë, në këtë drejtim nuk ka lëvizje. Dhe jam dakord dhe me ushqimore, se nëse pasi do rritet çmimet, do vi përsa që nafta po bën ditë për ditë dhe nuk ka një stabilitet. Pavarësisht se ka krijuar një grup që do ta monitorojë naftën e të, po shikojmë që nuk monitorohet dot nafta. Atëherë nëse do dalin jashtë kësaj edhe ushqimet bazë të paktën që kanë, që është buka e përditshme, dhe të kemi të siguruara këto. Këto nuk e dim, nuk ka rezerva, nuk ka njoftime, siç ka më para që kishte rezerva futena, vina, zvina, se çdo gjë është private tani. Nuk ka më shteti rezerva që thotë unë do kem rezerva për një emergjencë civile. Kështu që në këtë drejtim detyrimisht që i takon që nga Këshilli i Sigurimit, që nga qeveria të mlidhen për këto probleme, e t'ia bëjnë të qarta popullit. Ku ka si është probabiliteti më i madh, referuar edhe njoftimi që kemi një sulm direkt, kemi goditjet e pikave kryesore, ndoshta se kemi edhe bazën në Kuçov, apo raste të izoluara terroriste? Ato do jenë të veçuara si shton ata tani se ka element, tani se loja është hapur shumë, mund të jetë dhe individ të veçantë. Ashtu si çunë dhe të organizuar. Dhe këtu tek neve kanë hyrë tani, se kanë hyrë, do me thënë ne kemi 3000 veta i kemi në Rina, në Maminas, ku janë ata që është qendra e qytetit tyre. Por ata kanë dhe në për Tiranë ne kemi shikojmë shumë të vojtë. Ata janë element estagjish tani, kështu që shteti duhet i di këto sigurimi, çfarë bën Shishi, çfarë bën sigurimi, çfarë bën Ministria e Brendshme. Të tërë këto lëvizje duhet jenë të kontrolluar. Turista na vinë pa hesap. Tani nuk e di kontrollojnë as i kontrollojnë që vinë që futen, dhe kjo është një, do të thënë, dhe kjo është një çështje kryesore që qeveria se s'bën organet kompetente saj duhet që patjetër t'i kenë këto gjëra, t'i kenë në kontroll.
tani këto sulme terroriste siç i shikojmë në botë fjallavien, ato tani dolën dronët, po dhe droni mund të jetë një element, po droni mund të jetë edhe këtu në Shqipëri. Ai e bie monton këtu edhe ta hedh atë, mjafton ai e do për panik, mjafton ai do që u godita këtë vend që ishte aleat i Shtetit Bashkuar të Amerikës. Vërtet vëmendja është e përqendruar në Iran e tek ngushtica e Hormuzit, po edhe në Izrael në vendet e rreth rrotull që ka, por ai do që ta shtrijë. Edhe ne nuk e dim ende fuqinë se ka Irani fjallavien, se ai është vend malor. Ai thotë që kam goditur shumë baza, ai ka asgjësuar e tëra këto, por problemi është që ne nuk i dim sa ka asgjësuar, nuk ka mas. Nuk ka, do të thënë, lufta ka bilance, nuk ka bilance. Bilance bëhet vetëm në humbje, në dollar, miliarda dollar që humbasin çdo ditë në goditjet nga këto. Edhe humbje jetës njerëzit. Deri tani afërsisht tonë që janë vranë 45.000, 50.000 veta, po asgjë s'ka bilance. Do një luftë që nuk ka bilance, nuk mund të jetë, do të thënë, ecet kuturu, pa objektiva të qarta. Zoti edhe diçka kam, sepse Trumpi tha që po shqyrtoi me shpejtësi dhe me forcë tërheqje nga NATO. Po tani mund të ketë Shqipëri po s'jem në NATO, sepse po të shikosh qinjet janë armatosur rënd me raketa kineze, me shumë e drejta. Ajo NATO-a kur është krijuar me baza juridike dhe është solide, është e fortë. Edhe nëse ka nenet e saj se në fundit Amerika e krijoi NATO. E kupton? Dhe nuk mund dal një president se atje ka kongrese, ka ligje, ka rregullore të dhe nëse njofton si procedurë, me sa di unë kemi studiuar ato, do njoftoj sot, po mbas një viti ka të drejtë që dalë në atë, nuk del me njëherë, se janë procedura që duhet ndjekur. Kështu që nëse e bën deklarimin që do dal, ai sot po varet e lë Senati, e lën kontrollin objekte të tjera atë duhet dalë mbas një vit. Kemi dhe krahun tjetër Europa që e la SBA-n vetëm në Iran, pra pa pritur asgjë. Europa e lasë, nëse do niste një luftë, ata nuk e pyeti, do të thënë nuk u pyetën në këtë luftë, se është ndryshe fjallavien që të pyetje, do mirret mendim, se është NATO, do të thënë NATO për këto objektiva, për këto që ruan paqen, ruan sigurinë në këtë Europë, por edhe më gjërë, me që do të thënë Amerika është, do të thënë është një shtet gjigant dhe interesohet, ajo nuk e pyet, do të thënë në këtë vendosi veton, si mund të themi neve, dhe vendosi vetë Europa postua në këtë drejtim. Duhet të shikoj tani kush e ka përkrahur Shtetet Bashkuar të Amerikës përveç se neve. Më thuaj një vend të NATO-s. Më thuaj një vend të NATO-s. Nuk vetëm ne e përkrahemi dhe Izraeli. Do të thënë vetëm shtet që i dërgoi mesazhe në ato që ke bombarduar e ka bërë ishte vetëm qeveria jonë në këtë drejtim. Dhe të tjerët hiç. Pra, edhe dalja nga NATO nuk mund ta bëjë dot një individ, se ka struktura, ka ligje, ka protokolle, ka nene që nuk të lejon. Nëse deklaron sot, do dalë mbas një viti Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Po në fakt goditje më e fortë se sa dalja, edhe duke mos pritur të bëhet një vit. Uroj që mos ndodh kurrë, tani të dalësh publikisht të thuash që edhe Rusia e di, edhe të gjithë e dinë, edhe unë e di që NATO është një tigër prej letre. Zëre si mund ta. Ajo nuk mund të thotë ajo se nuk e ka provuar shtigër prej letre, kupton në këtë drejtim. E tha ai. Po e tha presidenti jam, por nuk mund të thuar në këto gjëra që nëse thua prej dik prej letre, atëre urdhë ku e kemi të garantuar neve këtu në Shqipërinë tani, se dalim në anën tjetër tani. Pra prandaj ju pyeta që në fillim ta mund të ketë Shqipëri pa NATO. Po pra tani atëre ne që kemi tigër prej letre, ne u shkërmoqemi komplet me njëherë. Do të thënë të tëra këto që kanë deklarata bosh. Më kupton? Janë deklarata bosh, do me thënë ne në momentin e që kemi në çdo rrezik vetëm Zoti na ka ruajtur ose në gjë që s'kan ardhur të na bëjnë pshesh. A mendoni që ka diçka që nuk shkon, ka reaguar më shumë Kroacia ndaj furnizimeve të Serbisë me raketa kineze të tjera sesa ne? E keni vënë re këtë dallim apo? E kemi vënë re neve dhe Greqia armatoset, edhe Serbia armatoset, edhe të tëra vendet armatosen, edhe kanë ushtri solide, i kanë dhe forcat toksore, i kanë dhe forcat aerore detare, po kanë dhe ushtrinë rezerviste. Ne kemi vajtë kaq vjet, jo që e hoqë shërbimin e detyrueshëm ushtarak, që ishte një element shumë i rëndësishëm i përgatitjes së popullit për luftë, por ne hoqëm dhe rezervistët. Dhe nuk e kemi, ne sot e kësaj dite, jo do të ngrëm zoti bëjnë, nuk kemi që rezervisti është një forcë e madhe, ashtu siç është ana tjetër është dhe popullata ta përgatitesh për luftë. Në këtë drejtim ne elementet i kemi bosh. Bosh mund të thënë, në letra mund të kenë, por gjë realisht ne nuk kemi parë. Ne nuk kemi parë se ndjekim situatën. Serbia po armatoset, Greqia po armatoset, ne vërtet kapacitetet tona këto janë, edhe vend territori, po të paktën të kemi solide, fjallavien të kemi ato që të kemi në rregull. Të kemi të gatshme, të kemi për çdo gjë, ne nuk themi që do blejmë avione supersonike, avion të modern,
por ai sa na lejon ne të dim që ti godasim e ti bëjmë, të tregojmë forcën, të dignitetin ton, të tregojmë normën ton, domethënë të gatshëm për luftë. Në këtë drejtim më duket se bëhet pak ose as pak. Po, një situatë hipotetike përballë dy fëmijëve që ju thatë edhe armatosi e tyre, edhe me një rast ndoshta që mos do të kur tërheqet të SBA-s, ku mund mbështetemi? Mbështetja populli jonë është vital njëherë. Ta kesh qartë, do të thënë patriotizmin e kanë në gjak. Edhe unë e shikoj në shumë drejtime këtë, patriotizmi populli jonë është patriot. Do të thënë edhe ata që janë jashtë, ju mendoni që do kthehen? Patjetër do kthehen nëse preket vendi jon. Në këtë drejtim kjo është një bazë shumë e fuqishme dhe këtë patriotizmin e kanë shfryzuar në çdo kohë. Që në historinë që të shikohet populli jon është treguar shumë patriot për të mbrojtur dinjitetin, për të mbrojtur vendin e tij. Ne kemi në shumë raste, që në luftën e që në kryengritjet e 1911-1912 që u shpall pavarësia, e kemi në luftën e Vlorës, e kemi në luftën nacionale shërimtare, e kemi në luftën e Kosovës, tregon për një patriotisëm të gjerë dhe të madh. E para. E dyta është që ata filluan fjallavien sulme për terroriste, dhe nga tjetër do ketë struktura të tjera që do të përpallen. Dhe e treta është ana ndërkombëtare që detyrimisht që ata bëjnë një luftë pa drejtë duke pushtuar një vend sovran dhe të lirë. Pra janë tre element kryesor që ne do kapemi fort në këto element nëse do ketë në një zhvillim, por nuk ma do mundja në këtë drejtim që të ketë zhvillim. Duke uruar që të jetë kjo që ju e mbyllët në fund me këtë fjali që nuk besoni që do shkojë tjerë atje, megjithatë masat e përgatitjet, siç e thatë dhe ju pak më lart duhen marrë, dhe sinjalet kanë qenë u bën disa vite që ku nisi lufta në Ukrainë, që ndoshta mund të ishte bërë dhe diçka më shumë. Zotë, të falenderoj shumë për bisedën. Faleminderit dhe juve dhe gjithë të mirat.